E qartë, mirë. Ndalemi në politikën e ditës, ditën e nesme, parlamenti do të mblidhet. Është seanca e fundit, Ardit mund të më ndihmosh këtu, është seanca e fundit për këtë legjislaturë. Jo, është do jenë të paktën 3 seanca të tjera, por është e para pas zgjedhjeve dhe pas një, po themi, ndërprerje gati 2 mujore për shkak të fushatës për zgjedhje 11 majit. Të paktën deri nga mezi i muajit të qershor ose në fillim të korrikut do të kemi edhe disa seanca që janë gjithsesi seanca formale, pasi ka disa ndalime që ligjet diktojnë për këto seanca plenare pas zgjedhjeve dhe në kushtet kur tashmë e kemi një parlament të ri që do të konstituohet në javët e para të shtatorit. Po, Gazbardi u ka bërë thirrje vetëve që ditën e nesërme të jenë të gjithë në seancë apo jo? Po, është vendimi i grupit parlamentar, cilin ai u ka komunikuar vetëm pak minuta më parë në fakt përmes një mesazhi të dërguar në grupin e brendshëm të WhatsApp-it të deputetëve, ku kërkojnë që të jenë pjesëmarrës në mbledhjen në seancën e ditës së nesërme në orën 12 me një qëllim dhe një fokus kryesor, është ai që ka artikuluar edhe gjatë këtyre 2 javëve zoti Berisha, prapë me qëllimin që të denoncohet farsa elektorale dhe të vijohet me këtë lloj, po themi, politik të Partisë Demokratike për të mos i pranuar zgjedhjet e 11 majit dhe për t'i cilësuar ato si farsë dhe të vazhdohet me denoncimin e problematikave apo të gjitha atyre parregullsive dhe fenomeneve që disa prej tyre zoti Berisha i ka nxjerrë, i ka publikuar gjatë tyre ditëve dhe do të kërkohet që edhe deputetët përkatës të secilit qark të bëjnë denoncimet e zonave të tyre, çfarë kanë hasur gjatë ditës së zgjedhjeve. E kuptoj. Ermal, si e shikon këtë farsën elektorale, qëndrimin e Partisë Demokratike? Vërtet nuk do të njohim zgjedhjet, por nuk kuptohet nëse është një vendim përfundimtar, apo është një kauzë që do të tërheqë njerëz, por ndërkohë do vazhdojmë me denoncime, farsa elektorale, do të çojmë te ndërkombëtarët. Si do duket reagimi i Berishës dhe i Partisë Demokratike për rezultatin zgjedhor? Nuk është se është absurd, nuk është se është as kontradiktor, do mund mos i njohësh zgjedhjet, legitimitetin e tyre dhe prapë të shkosh në parlament për të treguar që do ta çosh edhe atë zërin për të njëjtën gjë. Në fundit parlamenti është vendi ku do duhet sulmojë dhe legitimiteti i zgjedhjeve, vendi i parë, si thosh. Kështu që pavarësisht se duket të parë ka një lloj kontradikte, mua nuk më duket në një kundërshtie e madhe në atë që thot opozita. Pastaj se çfarë do të bëjë opozita, kjo është gjë tjetër, se unë nuk di se çfarë mund të bëjë tepër, domethënë përtej atij revolucionit madhështor që zhvilloi përpara një viti, duke nisur që para një viti, në fakt edhe më herët. Domethënë se di çka ka mbetur më e madhe se sa ai revolucion. Ktu kërcënimi vetëm që real dhe serioz që mund bënte Berisha në fakt do ishte greva e urisë. Me këtë seriozisht do ta kërcënonte Ramën, sepse besoj që po t'i ndodhte gjë Berishës në grevë urie, Rama vërtet që do ta kishte punën keq se mund të detyrohet përballej me një PD të ristrukturuar, riformuar dhe me leadership të ri. Ky do të ishte kërcënim vërtet i madh. Falni pak për ironinë. E kuptoj ironinë. Megjithatë, Partia Demokratike mendon që po fillon një proces reflektimi apo është në fillimin e një procesi të fshehjes pas gishtit, diçka që ne në fakt e kemi parë tek zoti Basha, e ka goditur zoti Berisha, e kanë goditur të tjerët, pikërisht këtë që ne do shkojmë nga humbja në fitore, pastaj në humbjen e radhës do shkojmë prapë në fitore, pastaj revolucioni sapo ka nisur, reflektimi, rithemelimi sapo ka nisur etj. Në çfarë pike sheh Partinë Demokratike? Besoj që reflektimi aty ka qenë në vijimësi. Mendoj që në një farë mënyrë është parashikuar rezultatet nga brenda Partisë Demokratike, domethënë të njëjtat kritika që kanë ekzistuar përpara, dhe mos në raport me përgatitjen e listave, lista mbyllur, lista hapur, pastaj çështja e përfshirjes së aleatëve, e të tjerë, këto tani vetëm janë përforcuar ose janë konfirmuar nga të gjithë ata që kanë qenë kritik më përpara. Po flasim këtu nga brenda Partisë Demokratike, ju lejmë njerëzit të puna jonë që diskutojnë nga shkallë e stadiumit. Do të thënë, po aty brenda ajo ka ekzistuar, është konfirmuar, në fatkeqësisht, dhe problemi i madh tash është që nuk është se po ndodh